Në vitin 2015, këngëtari i njohur i muzikës popullore Meda preku zemrat e mijërave dëgjuesve me një këngë emocionale që i kushtoi nënës së tij, e cila ishte ende gjallë në atë kohë. Me fjalët e ndjera dhe interpretimin plot ndjenjë, kënga u bë menjëherë një himn për dashurinë dhe mirënjohjen që çdo fëmijë ndjen për nënën. Kjo këngë, që u publikua në një periudhë kur Meda ishte në kulmin e karrierës së tij, u prit me shumë emocione nga publiku, sidomos për shkak të mesazhit të fuqishëm që mbante brenda, të duam dhe të vlerësojmë nënën sa është gjallë. Meda vet në një intervistë asaj kohe kishte treguar se kënga ishte inspiruar nga përkushtimi dhe sakrificat e nënës së tij ndër vite. Sot, kur nëna e Medës nuk është më në mesin tonë, kjo këngë mbetet një kujtim i çmuar, edhe një dëshmi dashurie që nuk vdes kurrë. Meda përmes artit të tij na kujton një të vërtetë e thjeshtë, por të fuqishme. Nënat janë enxit tanë në tokë dhe dashuria për to është e përjetshme. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.